Lubi Balluku dhe Edi Rama po bën gjithçka për të intimiduar dëshmitarët dhe manipuluar dosjet, ndaj dhe reagimi për të larguar Ramën nga pushteti është kusht i domosdoshëm. Kështu u shpreh kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim me qytetarët. Mëtej Berisha tha se një nga problemet më madhore në vend është edhe moszbatimi i ligjit antimafia. Gjithashtu Berisha paralajmëroi se misioni i vetëm i opozitës është përmbysja e regjimit. Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajsin e tij. Cili do që ndoqi monologun 3 orësh të tij, kuptoi 2 gjëra, se ai pranon të gjitha vjedhjet që u ka bërë shqiptarëve, por në gjuhën orwelliane ato nuk i konsideron vjedhje, i konsideron si veprimtari të ligjshme të tij si kryeministër, ndaj dhe mori në mbrojtje të paskupull, të hapur, Lubi Ballukun dhe po aq Mirlinden e Akshit, për të cilën tha se ai kishte respekt maksimal. Natyrisht, njeriu që drejtoi në arkat e kontot e familjes Rama 100 milion euro nuk ka si të mos ketë respektin maksimal nga Edi Rama. Por ajo që spikati në këtë fjalë dhe që përbën një zhvillim dramatik për vendin, është lufta e tij e hapur kundër sistemit të drejtësisë. Rama u zotue se ai nuk do pranoj vendimet e prokurorisë dhe të gjykatave për rrethën e tij familjar, për atë dhe ministrat e tij. Në këtë kontekst mbetet pra vetëm zëri i opozitës, po shkohet drejt një grushti të plot shteti, ku pushteti ekzekutiv paralizon dhe merr të gjithë pushtetin e pushtetit gjyqësor. Atër fjalën e ka populli dhe vetëm populli. Ndaj dhe ne, kjo situatë na fton dhe nuk na gjen as pak të pa përgatitur. 22 dhjetori provoi se ku ishim ne dhe ku jemi ne, ku qëndrojmë ne si opozitë, si Parti Demokratike në këtë situatë. Qëndroj se vërtet ne jemi një shumicë politike në Shqipëri të gatshëm për të përballë me Edi Ramën në një betejë përfundimtare për rikthim në votës lirë. Të gjitha dhënat janë se Edi Rama nuk do të pranojë verdiktin e organeve të drejtësisë. Në këtë mënyrë, de facto, merr dhe ata pak pushtet që i kishte ngelur i pavarur në këtë sistem. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Ne sa herë kemi përdorur këtë moto kur janë kërcënuar për vdekje lirit tona. Ka ndodhur kjo në 98, 99, ne kemi triumfuar. Ka ndodhur në 91, ne kemi triumfuar. Po ndodh tani në mënyrën më të paimagjinueshme, pas 35 vitesh pluralizëm, dhe ne do fitojmë. Kështu që duke ju urua edhe një herë vitin e ri, juftoj të betohemi ne për misionin ton të ri, largimin e Ramaduros nga pushteti, zgjedhjet e lira, opozita në pushtet. Rilindja është e vdekur në vdekje klinike, është i kalpsir që po kundërmon në mbar vendin dhe në Europë dhe në botë. Edi Rama është një kufom politike që po kundërmon në Europë dhe në botë. Na përket ne t'i groposim ato në banesën e turpit të historisë.
Faleminderit. Themelor, midis 2005-2013 dhe këtyre viteve. 2005-2013 Shqipëria ishte një vend demokratik ku pluralizmi funksiononte dhe nuk kishte burgosje politike, ku zgjedhjet nuk ishin fars, por zgjedhjet u zhvilluan dhe në vitin 2009 dhe në 2013 zgjedhjet ishin standardeve ndërkombëtare, kurse sot Shqipëria është në një narkodiktaturë, në të cilën, siç thonë, 7 rezoluta ndërkombëtare, institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin. Sigurisht që ne do ngrihemi, dhe po ngrihemi, ne filluam betejën tonë, dhe kjo betejë nuk ka të ndalur, ju siguroj që nuk ka të ndalur, gjerë në përmbysjen e këtij regjimi. Kjo është betejë, të themi të vërtetën, për jetën ose vdekjen e opozitës së vërtet. Një opozitë në narkodiktaturë nuk mund të qëndrojë si stoli e regjimit, ajo ka vetëm një mision për mbysjen e regjimit, i cili nuk iken me votë, e faktuar që nuk iken me votë. Ju falenderoj shumë për pyetjen. Një nga problemet më madhore sot është mosbatimi i ligjit antimafia. Në qoftë se në Shqipëri janë miliarda euro të organizatave kriminale dhe të organizatës kriminale rilinja të qeverisë të investuara, sot janë gjithsej 60 milion të sekuestruara. Ju garantoj se do bëhet gjithçka për zbatimin me zero tolerancë të ligjit antimafia dhe të gjitha asetet do u kalojnë shqiptarëve, popullit shqiptar, shoqërisë shqiptare.